me gjithë kapacitetet infrastrukturore dhe njerëzore do të i përmbush kushtet të cilat janë domosdoshme për trajtimin koreksionin malinje. Edhe pse ka një fluks të lartë pacientëve, sidomos kjo mund vret gjatë ditëve kur ka pushim, ditëve pasuese pas pushimit, por edhe orët e para të mëngjesit që është normale, me që është spital ditor dhe është krejt e akseptueshme dhe e standardizuar që do të pacientët që cilët vinë në këto shërbimet onkologjike bëjnë vizitën te mjeku dhe pastaj merren shërbimin e duhur në klinikën tonë. Ky është spital ditor dhe spitali ditor gjithmonë gjithkund jo vetëm në Kosovë, në vendet e rajonit në botë, është spital që ka fluks në orët e paraditës, fluks i zakonshëm i punës, i cili menaxhohet nga klinika, nga pjesëtarët e klinikës dhe do të stafi i cili menaxhon klinikën.